Shkëmbimi i banorëve mes Big Brother VIP Kosova dhe Grande Fratello ka shpërthyer me një surprizë që ka trazuar ndjekësit dhe ka ndezur rrjetet sociale. Veçanërisht ata që prej javësh kanë investuar emocionalisht te romanca Dolce e Di. Mbrëmjen e djeshme, Dolce bëri hyrjen e saj në shtëpinë më të famshme të Italisë. Një hyrje që pritej të ishte triumfale, e shoqëruar me buzëqeshje dhe energji pozitive. Por vetëm pak minuta pas prezantimit, ndodhi deklarata që askush nuk e kishte parashikuar. Gjatë bisedës së parë njohse me banorët italian, të cilët e rrethuan me kurreshtje, një prej tyre e pyeti pa hezitim: "A je e lidhur me Dik?" Dolce, e cila në Big Brother VIP Kosova është parë në krahët e Edit në çdo moment të butë, nuk u mendua gjatë. Përkundrazi, përgjigjja e saj erdhi e shpejt, e thatë dhe krejt e papritur. Jo, asnjë përmendje të Edit, asnjë sqarim, asnjë nuancë. Një refuzim i pastër dhe për fansat një goditje e ulët. Kjo deklarat ka rënë ndesh me imazhin e krijuar ditët e fundit në Big Brother VIP Kosova, ku Dolce dhe Edi janë shfaqur si një çift i konsoliduar, duke ndarë me publikun puthje të zjarta, xhelozi të hapura dhe afrimitet emocional që pak kush e vuri në dyshim. Por çfarë po ndodh në të vërtetë? A është ky mohim një lojë ftohtë strategjike nga ana e Dolces? Një tentativa për të paraqitur single dhe intriguese para publikut italian? Apo ndoshta për të është thjesht një flirt i momentit, që nuk e kalon kufirin e Kosovës, një romancë spontane që nuk e ka marrë kurrë seriozisht. Ndërkohë, në rrjet kanë shpërthyer debatet. Disa e akuzojnë për mungesë lojaliteti, të tjerët e mbrojnë duke thënë se në kontekste të tilla, çdo deklaratë është pjesë e lojës. Edi ndërkaq pritet të reagojë brenda shtëpisë së BBVK, dhe publiku mezi për të shohur reagimin e tij kur të kuptoj se Dolce e ka quajtur single vetëm para gjithë Italisë. Një gjë është e sigurt, ky shkëmbim banorësh sapo u kthye në një telenovel të re, dhe drama mezi ka filluar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.